Naftëtarët e Firit kanë hyrë në ditën e 16 të protestës së tyre, duke e përshkallëzuar qëndresën përballë zyrave të kompanisë, ndërsa kërkesat e tyre për drejtësi dhe meritokraci mbeten në fuqi. Një vendim i rëndësishëm pritet të merret nesër në lidhje me fatin e grevës së urisë, teksa gjendja shëndetësore e disa prej tyre është e rënduar. Duket qartë që ka një papërgjegjshmëri nga kompania edhe nga institucionet. Papërgjegjshmëria e kompanisë tregon se ata nuk e meritojnë këtë vendburim. Ata ka marrë vendburimin për ta zhvilluar, por në fakt po e shfrytëzojnë vendburimin. Bashkë me vendburimin po shfrytëzojnë edhe punonjësit që i kanë në shesh. Papërgjegjshmëria e tyre arrin sa kemi 16 ditë që ne jemi në grevë, 16 ditë që disa punonjës janë në grevë urie dhe pjesa tjetër kanë pezulluar punën dhe nuk ka asnjë lloj reagimi për të qetësuar dhe të zgjidhur situatën. Ata vazhdojnë të shfrytëzojnë vendburimin, madje çdo vit ka humbur numrin e fuqisë punëtore, çdo vit shfrytëzohet, amortizohet dhe shfrytëzohet ajo që është trashëguar ndër vite. Ajo që ne kemi kërkuar është që këta djemë të trajtohen me meritokraci dhe me drejtësi, që deri tani nuk kemi asnjë gjë nga këto. Patjetër që ne do vazhdojmë, nuk kemi asnjë mundësi tjetër, nuk kemi asnjë mbështetje as nga shteti jon, kështu që ngelet vetëm dorë tonë, do rezistojmë, nuk kemi çfarë bëjmë. Po të kishim ndonjë mbështetje, ndoshta do kishim marrë ndonjë zgjidhje, por ju e shikoni vetë sa ditë po zgjat. Problemet shëndetësore po shtohen, çfarë të bëjmë tjetër? Në momentin që bëhet pjesë e grevës, e mendonit se do të zgjaste kaq shumë, do të kishte një mospërfillje? Nuk e menduam në këtë mënyrë. Përderisa na thoshin gjithmonë jemi një familje, të gjithë duhet trajtuar njësoj. Duhet kishim një mbështetje, një zgjidhje. Po ja që dolëm që ne jemi tuaj edhe në vendin tonë, edhe nga shteti dhe nga kompania. Ne do mblidhemi dhe do mendohemi shumë mirë se do vazhdojmë luftojmë për ta njerëz. Patjetër që do kemi një strategji, patjetër që do qëndrojmë të bëhet çfarë është më e mira. Prej 2 ditësh, punonjësit janë mbledhur para selisë së kompanisë Bankers Petroleum, duke akuzuar këtë të fundit për papërgjegjshmëri totale. Sipas njërit prej grevistëve, kompania po shfrytëzon vendburimin pa marrë asnjë përgjegjësi për punonjësit, të cilëve nuk u ofrohet trajtimi dhe respekti dinjitoz që u takon. Një pikë kritike e protestës është greva e urisë, e cila mund të ndërpritet, shkak është bërë gjendja e rënduar shëndetësore e grevistëve. Disa prej tyre janë trajtuar në spital dhe janë këshilluar nga mjekët të heqin dorë nga kjo formë ekstreme proteste, të tjerë po marrin trajtime mjekësore për të vazhduar qëndresën. Qëllimi është që zërin e punonjësve ta sjellim akoma dhe më afër kompanisë. Kemi ardhur pranë zyrave në Fier dhe do vazhdojmë do ta bëjmë edhe në ditët që vijnë të njëjtën veprim. Pra që kompania ta marrë më seriozisht grevën tonë dhe të arrijmë në përmbushjen e kërkesave tona. Nuk ka pasur asnjë lloj reagimi, edhe në ditët e para të grevës që u përpoqën të kishin një lloj komunikimi me ne, ishin të njëjtat fjalë që janë që nga muaji maj. Pra nuk ka asnjë lloj propozimi të ri konkret nga ana e tyre. Po dieta i thonë një llavi që po kërkojnë bukë. Nuk është çështja vetëm të trajtimi ushqimor. Trajtimi ushqimor është një pikë për të përmbushur. Pasi dhe kompania shtetërore Alpetrol në këto ditë paguan më tepër nga kompania Bankers trajtimin ushqimor. Pra atje paguhet 132.000 lekë të vjetra, këtu paguhet 90.000 lekë të vjetra. Kështu që ajo është detyrim për të përmbushur. Pastaj gjërat e tjera janë për të realizuar, siç është rritja e pagave, ulja e disbalancave të mëdha nëpërmjet të njëjtit profesion edhe shumë problematika të tjera. Si do të vijoni, me çfarë strategjie në ditët e vijnë? Strategjia nuk mund të bëhet publike, nuk kemi pse, do ta mendojmë bashkë me të gjithë kolegët, me të gjithë anëtarët. Pra nuk keni ende një strategji? E kemi strategjin, padyshim që e kemi, por mbetet për të parë në javët në vazhdim, madje edhe ju do ta shikoni pasi këtu me ne do jeni.